ideali cili vjen I pari në shkollë. Po. Më trego pak sa sakrificë kërkon trompa. Ky instrument kërkon shumë sakrificë, sepse është ndryshe pra nga veglat e tjera frymore. Pse? Sepse është le të themi tek pjesa e bukinës, ndryshe nga instrumentat e tjerë, trompa kërkon shumë të ushtrime për buzën, që buza të marrë rezistencë dhe të përmirësohet më shumë tingulli në trompë. Dhe në mëngjes bëhet studimi I mëngjesit, ndryshe quhen notat e gjata. Kur nis studimi I mëngjesit? Studimi I mëngjesit nis në orën 7:20 të mëngjesit. Unë vi çdo ditë në shkollë, vi le të themi pari në shkollë dhe bëj studimin e mëngjesit dhe më pas mbasi mbaroj lëndët e përgjithshme, vazhdoj me studimin e trompës, pra me shkallët muzikore, ushtrimet apo pjesët muzikore.